Pas një periudhe të gjatë larg vëmendjes mediatike, Gjesti është rikthyer në ekran me një rrëfim emocional, ku ka folur hapur për një nga momentet më të vështira të jetës së tij. Gjatë një interviste, artisti ndau për herë të parë publikisht dhimbjen e humbjes së vëllait, i cili humbi jetën muaj më parë në një aksident tragjik. Ai tregoi se kjo ngjarje ka lënë gjurmë të thella tek ai, duke i ndryshuar jo vetëm jetën, por edhe mënyrën se si e sheh botën. Gjesti pranoi se pas kësaj tragjedie ka nisur të përballet me ankth, një betejë që vazhdon edhe sot, pavarësisht se përpiqet të shfaqet i fortë dhe pozitiv përpara publikut. Jam i thyer në 1000 pjesë, po mundohem gjithë kohën të dal prej kësaj gjendjeje dhe me ndihmën e Zotit kam për t'ja dal. Pri rastit të vëllait, unë kam ndryshuar komplet në sjellje dhe në mendime. Kuptova që sot je, nesër nuk je. Filloi ankthi dhe sot jam ende me ankth, ende e vuaj. Në publik dali qeshur, por brenda jam i thyer, u shpreh ai. Artisti tregoi se kjo periudhë vështire ka afruar edhe më shumë me besimin në Zot, ku ka gjetur forcë dhe qetësi për të përballuar dhimbjen. Sipas tij, familja është bërë motivi kryesor që e shtyn të vazhdoj përpara dhe të luftoj çdo ditë me veten. Ajo gjendje më ka kthyer në rrugë të Zotit, sepse vetmja zgjidhje është ajo. Motivi për të jetuar dhe për të punuar për familjen më bën të çohem. Qëllimi im kryesor tani është se si do të bëhem një njeri i mirë, sepse kjo qenë ka e vështirë. Vllai im është në vend të vet, e di që është në vend të sigurt. Çdo gjest e çdo gjë që flas, ai më shkon në mendje. Kemi qenë shumë të lidhur. Në fund të rrëfimit, Gjesti u ndale dhe tek pengjet që mban pas humbjes së vëllait. I pyetur nëse ka diçka për të cilën ndjen pishman, ai tregoi me sinqeritet se do të donte të kishte qenë më i butë dhe t'i kishte plotësuar më shumë dëshirat. Ndoshta nuk do t'i kisha bërtitur asnjëherë, do të duhej t'ia plotësoja edhe më shumë qejfin, por Zoti i lartë e di më së miri, përfundoi ai. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.